Deputetja e sapo zgjedhur, Duda Balje, ka shpërndar një reagim të disa aktivistëve dhe intelektualive bosnjak nga Gora, të cilët e akuzojnë kryetaren e NSD-s, Emilia Rexhepi, për mohimin e vazhdueshëm të bosnjakëve. Ditë më parë ishte raportuar se Kurti ka arritur me Dude Baljan, të cilët thuhet se i ka premtuar postin e ministres. E ndaj kësaj kishte reaguar Rexhepi duke kërcënuar me vot Kurtin, por pas konsultimeve me Kurtin, Rexhepi deklaroi për mediat se do t'i jap Kurtit votën. Unë e votoj qeverin Kurti 3, pati thënë shkurt e Rexhepi. Përveç kësaj, Balje kishte kërkuar një komunë bosnjake, si pasaj kërkesa nuk do të realizohej menjëherë, por që do të zgjaste disa vite. Për ju që nuk kuptoni asgjë fare, marrja e komunës është një proces që mund të zgjasë disa vite, që do të thotë se asgjë nuk do të ndodhë menjëherë. Edhe tani, përveç fillimit të procedurës, kështu që nuk ka nevojë për kaq frikë dhe urrëtie. E në reagimin e shpërndar nga Balje, theksohet se mohimi i fundit ka ndodhur gjatë një interviste në emisionin Poglavlje në RTK2, ku Rexhepi, duke referuar Baljes, ka deklaruar se dikush që nuk është bosnjak, po e përdor çështjen e komunave për qëllime politike. Aktivistët dhe intelektualët bosnjak nga Gora dënojnë ashpër mohimin e vazhdueshëm të bosnjakëve nga Gora, që vjen nga kryetarja e NDS-s, Emilia Rexhepi. Për ne, bosnjakët nga Gora, është e papranueshme të mohohet çfarëdo individi me origjinë nga kjo trevë. Veçanërisht jemi të shqetësuar që ky qëndrim vjen nga një ish zëvendës kryeministre e qeverisë së Kosovës, e ngarkuar me çështje të komuniteteve jo shumicë, thuhet në reagim. Sipas tyre, gjatë mandatit të saj 4 vjeçare, Rexhepi ka shfaqur qëndrime të përsëritura përjashtuese ndaj bosnjakëve të Gorës. Deklarata e fundit publike ku ajo mohoi përkatësinë bosnjake të Baljes është një vazhdimsi e një qëndrimi të rrezikshëm. Është e papranueshme që një përfaqësuese politike dhe përçmoi identitetin kombëtar të pjesëtarëve të komunitetit të vet për arsye politike apo personale. Ata rikujtojnë gjithashtu se në prapë të zgjedhjeve të fundit, Rexhepi vizitoi Gorën më shumë se kushdo nga bosnjakët, duke kërkuar vota dhe përfshiu në listën e NSD-s disa kandidat nga kjo zyrë. A do të thotë kjo se ajo i njeh bosnjakët e Gorës vetëm kur ata mbështesin partinë e saj? Pyesin aktivistët në reagim, duke shtuar se Republika e Kosovës është një shtet demokratik në të cilin çdo individ duhet të respektojë përkatësinë dhe ndjenjat kombëtare të çdo qytetari. Ata paralajmërojnë se deklarata të tilla mund të kenë pasohe ligjore për Rexhepin. Bosnjakët janë kategori kushtetuese dhe kështu do të mbeten gjithmonë. Pas gjithçkaje që kemi përjetuar, nuk do të lejojmë askënd të na mohojë, e aq më pak ata që gjatë viteve 90 ishin në anën e politikanëve që kontribuan në vuajtjet e bosnjakëve dhe shqiptarëve. Në fund të reagimit, ata bëjnë thirrje për unitet. Emilia Rexhepi është personi i fundit që mund të flasë për prejardhjen e dikujt, veçanërisht për ata të bosnjakëve. Bosnjakët e Gorës nuk mohohen, ata respektohen. Ftojmë të gjithë bosnjakët e Kosovës dhe të rajonit të na bashkohen në dënimin e këtyre deklaratave përçarëse që synojnë të coptojnë trupin kombëtar bosnjak. Një gjë është e sigurt, bosnjakët e Gorës janë krenarë për identitetin e tyre dhe të pathyeshëm.